Takimet vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bankës Botërore këtu në Washington përkuan në një kohë kur bota po përballet me një krizë financiare që rrezikon ekonominë globale. Megjithëse vendet si Shqipëria janë më të imunizuara nga kjo krizë për shkak të strukturave të tyre financiare që nuk janë të integruara plotësisht në ato ndërkombëtare, kriza nuk mund të kalojë pa ndikim edhe mbi to. Për të folur për sfidat e Shqipërisë në këtë situatë krijuar, kemi sot të ftuar në studio ministrin e Financave zotin Ridvan Bode. Zoti Bode, mirëmbrëma, mirë se erdhët në studio. Mirëmbrëma. Atëherë, pikë së pari, në këtë situatë re të krijuar, cilat janë sfidat me të cilat do të përballet Shqipëria dhe çfarë masash po merrni ju për t'ju paraprirë atyre? Besoj që sfidat e Shqipërisë lidhen në radhë të parë me sfidat që ka gjithë ekonomia botërore, tregu botëror i financiar, dhe mendoj që reagimet e qeverive të vendeve të ndryshme europiane, që nga reagimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po kështu dhe vendet e anëtare të Bashkimit Evropian, ishin të përshtatshme për të normalizuar situatën, për të rikthyer besimin e njerëzve në tregun financiar, pasi kjo është një krizë besimi, një besim i cili reagoi në mënyrë jo proporcionale në raport me atë që kishte realisht tregu financiar si problem. Kjo është shfaqur në bursa apo reagimin qytetar. Dhe mendoj rikthimi tek besimi në sistemin bankar i gjithë opinionit publik, në atë parë i depozituesve, do të përbëjë një hap të domosdoshëm, hapin e parë më të rëndësishëm për të kapërcyer këtë situatë krize, e cila ndërkaq mund të merrte proporcione që do dëmtonte edhe vendet të cilat nuk janë të involvuara drejt për drejt në krizë, siç është edhe rasti i Shqipërisë. Ajo që pritet pas kësaj mendoj është që dhe që janë programuar nga qeveritë e vendeve perëndimore, ka të bëjë me forcimin e mbikëqyrjes dhe standardeve të mbikëqyrjes sistemit financiar për të mos lejuar deformimet dhe denatyrimet siç ndodhen në periudhën që parapriu këtë krizë financiare. Dhe e treta mendoj është shumë e domosdoshme dhe që duhet të integrohet edhe çdo vend veç e veç. Çfarë masash duhen marrë nga ana e politikave të ndryshme fiskale financiare për të mbështetur një rritje ekonomike të qëndrueshme, pasi sigurisht që pas kësaj mendohet që të kemi një tronditje në rritjen ekonomike, një ngadalësim të rritjes ekonomike që vjen për shkak të paksimit të nivelit të kreditimit që do të ketë ekonomia, të kujdesit do të bëjë sistemi financiar kundrejt kolateraleve të qëndrueshme, të besueshme, që do të japi sistemit financiar një siguri më të madhe, por që do të japi pashtu dhe ekonomisë një mundësi më të mirë për të orientuar dhe për llogaritur aktivitetin dhe efektivitetin e saj ekonomik, pra me pak mundësi për të pompuar mjete financiare jo shumë të shëndetshme në ekonomi reale. Po zoti Bode, në këtë situatë të re, të paqëndrueshme në tregjet financiare globale, mendoni se është ende ide e mirë për të shkëputur nga FMN-ja? Këtu nuk është fjala për të shkëputur nga FMN-ja, ne kemi një bashkëpunim shumë të suksesshëm dhe ata vlerësuan edhe në takimet e ditëve të fundit që kam pasur unë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, qoftë me zëvendës drejtorin e përgjithshëm të Fondit Monetar, qoftë me drejtorët rajonal, ata e vlerësojnë Shqipërinë si një rast suksesi, si një histori suksesi, dhe rezultatet që kemi arritur në kuadrin e këtij bashkëpunimi të shkëlqyera. Ne kemi pasur disa marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar që konsistojnë në mbështetjen për zbutjen e varfërisë dhe rritjen ekonomike, lehtësimin e rritjes ekonomike të vendit. Këto marrëveshje janë parashikuar që të përfundojnë në janar të vitit 2009 dhe pas kësaj me Fondin Monetar Ndërkombëtar ne do të vijojmë të bashkëpunojmë në mënyrë të ngushtë në kuadrin e artikullit 4 që Fondi Monetar respekton me vendet të ndryshme. Me vendet anëtare. Vendet anëtare të fondit. Unë po flas për një program specifik. Do të zgjatet programi që ju keni, ky program 3 vjeçar, do të marrë një formë. Nuk ka qenë parashikuar për të zgjatur ky program. Ka qenë parashikuar që të mbyllet në janar të këtij viti. Atëherë në një formë tjetër, po format të tjera të bashkëpunimit janë këto në artikulli 4 ose ky program që kemi pasur deri tani. Ka dhe marrëveshje stand-by që në momentet të caktuara bëhen midis fondit dhe vendeve anëtare, por mendojmë që Shqipëria nuk është rasti tani për të bërë marrëveshje stand-by, sepse Shqipëria demonstroi një kapacitet për të menaxhuar në mënyrë suksesshme krizat, dhe ne patëm 2 goditje krizash në këtë periudhë mandatit të qeverisë sonë, bile e kaluam në periudhë krizash, në të themi, si krizën e parë që erdhi nga tregu ndërkombëtar për rritjen e çmimeve në karburante dhe në ushqime, dhe që u përballuam me sukses. Në tashmë kemi një nivel inflacioni me 2.5%, më të ulët në vendet e rajonit. Por dhe kjo krizë financiare ne përsëri ishim me një marshë sigurie më të lartë krahasimisht me vendet e tjera.
Mendojmë që institucionet në Shqipëri janë të mjaftueshme për të menaxhuar, sidoqoftë ne nuk do të thotë që nuk do të kemi bashkëpunim, nuk kemi lidhje me Fondin Monetar Ndërkombëtar, me Bankën Botërore siç e kemi aktualisht, dhe me gjithë institucionet tjera financiare ndërkombëtare që asistojnë Shqipërinë dhe që ndihmojnë vendin në procesin e integrimit. Po, deficiti i lartë buxhetor ka qenë një nga shqetësimet e ngritura nga FMN-ja, e cila ju ka rekomanduar që për vitin 2009 këtë jetë në nivelin 3%, 3.5% GDP-s. A do ta keni parasysh këtë rekomandim dhe nëse po, cilat shpenzime do të shkurtohen? Atëre, Shqipëria nuk është një vend i deficiteve të larta. Në këtë vit ne jemi në një periudhë të investimeve publike të mëdha. Brenda një periudhe 3 vjeçare ne kemi mundësuar investime publike sa 22% e GDP-s, e prodhimit të brendshëm bruto. Kurse gjithë deficiti buxhetor i bërë në këto periudhë 3 vjeçare shkon në 9.8%. Pra sa gjysma e investimeve publike që ka bërë Shqipëria. Deficiti buxhetor është shumë i ulët në krahasim me periudhën e mëparshme, e cila ka qenë në 7, 6, 8%, ne kemi zbritur në nivelet 4%. Për vitin 2008 ne kemi programuar 5.2% dhe besojmë se do të shkojmë në këtë parametër 5.2%, pasi kemi vetëm një objekt i infrastrukturës, vetëm rruga, Durrës-Kukës, është sa 8% e GDP-s. Dhe kjo rrugë ndërtuar në 3 vjet sigurisht që do të kërkonte një akselerim të nivelit deficitit, megjithatë ne nuk kemi rritur deficitin, kemi sjellë në ulje. Dhe për vitin që vjen, parashikohet që ne të ulim rreth 1% e GDP deficitin, dhe me fondin kemi diskutuar, në përgjithësi jemi dakord për parametrat. Shqetësimi i fondit nuk ka të bëjë me faktin se ne kemi deficit të madh, por me faktin që ne programojmë deficit të madh dhe në fakt nuk realizojmë këtë deficit, dhe kjo ka ndodhur edhe në vitet e mëparshme. Por ndryshimi i rregullave të lojës, prandaj bëjmë rishikimet e buxhetit, pasi fondi ndryshoi rregullat e lojës në fillim të vitit 2008. Deri në 2008 në kishte tjetër approach për Shqipërinë, mbikëqyrte borxhin e brendshëm dhe nivelin total të kredive tregtare. Tashmë nuk ka më diferencë, i përmbledh të gjitha në një, i ka futur në bashkë të gjitha, kështu që ne jemi detyruar që të riadoptohemi me këtë ritëm të ri, me këtë kërkesë të ri, me këtë rregull të ri fiskal që vendosi Fondi Monetar Ndërkombëtar në raport me Shqipërinë. Po. Kalojmë tani në një çështje tjetër që nuk ka të bëjë shumë me financat. Në Shqipëri është hapur një hetim ndaj biznesmenit bosnjak Fazlish, Damir Fazlish. Shtypjet dhe opozita po e debatojnë shumë këtë çështje, është akuzuar për pastrim parash dhe janë hedhur dyshime për evazion fiskal. Çfarë të dhënash kanë organizmat e administratës tuaj për veprimtarinë e zotit Fazlish në Shqipëri? Ka pasur shkelje? Atëre, opozita në Shqipëri është kthyer jo në një blok politik alternativ për qeverisjen dhe programor për dalë para opinionit publik, por në një qendër investigative, që her pas here ngrihet dhe akuzon në mënyrë politike për raste të tilla si Gërdeci, si vrasja e të ndjerit dhe tani rasti Fazliç. Unë mendoj që në të gjitha këto raste ne kemi të bëjmë thjesht me abuzime me të qëllimshme të opozitës, e cila e mbetur tërësisht pa argumenta politik për të rivalizuar qeverinë dhe koalicionin e qeverisës në këtë situatë sotme dhe mbase për fushatën elektorale, ka zgjedhur rrugën e akuzave të kësaj natyre investigative, të cilat mund të jenë interesante për themi për mediat dhe për gazeta, por që nuk kanë të bëjnë me thelbin e zhvillimeve që ka vendi, që ka Shqipëria. Megjithatë kjo është një zgjedhje e opozitës. Në gjitha këto raste janë organet e drejtësisë që veprojnë, që japin përgjigje, siç ishte rasti i zotit Trebiska, siç ishte rastet e tjera të Gërdesit. Si institucion financiar, a keni të dhëna për shkelje në veprimtarinë e kompanive? Ne nuk kemi të dhëna për shkelje në këtë rast. Megjithatë ne investigojmë në mënyrë permanente në fund të çdo viti ose sipas programeve që kemi ne për gjitha llojet e biznesit. Edhe ky rast është objekt i vlerësimeve dhe verifikimeve nga organet fiskale. Ai është akuzuar për pastrim parash dhe nën administratën tuaj ndodhet të zyra për luftën kundër pastrimit parash. Deri tani nuk kemi asnjë rekord të tillë për të publikuar ose për të deklaruar.